Zënia, Mimoza, një plak e vetmuar, priste çdo ditë të birin që kishte emigruar vite më parë. Ajo ishte një grua e formuar nga koha dhe vetmia. Bota e saj ishte të kurrur, por zemra e saj mbante një hapësirë të vazhdueshme dhe të dhimbshme për atë që ishte larguar. Fshati ishte shtëpia e saj, por ndihej bosh pa të. Në duar mbante një copë letër të konsumuar e të palosur. Ishte një letër e shkruar shumë kohë më parë, e pa dërguar kurrë. Gishtat e saj gjurmuan vijat, fjalë që dilnin nga shpirti i një nëne. Fliste për mungesën e tij, për dhimbjen e qetë të mungesës së tij. Ishte një dëshmi e thjeshtë e dashurisë së saj të qëndrueshme, një histori e një jete të jetuar duke pritur. Kjo letër ishte shoqëruese e saj sekrete. Një ditë, një fëmijë kurioz fshati e gjeti letrën. Duke parë adresën, I lindi një ide e thjeshtë. Pa thënë asnjë fjalë, fëmia e mori letrën dhe e dërgoi me postë, një akt I vogël mirësie të pafajshme. Javët u shndërruan në një pritje të qetë që zënia. Mimoza as nuk e dinte se e mbante në dorë. Letra, më në fund e lirë, udhëtoi përtej distancës. Ajo mbante peshën e viteve të mallit të pathënë. Pastaj, një makinë ndaloi jashtë portës së saj. Një figurë doli në pa, e njohur, por e ndryshuar. Ishte ai, djali I saj. Ai eci drejt saj, me lotët që I rridhnin në fytyrë. Ata u përqafuan, një përqafim I gjatë dhe I heshtur që fliste shumë. Vitet e ndarjes u zhdukën në atë moment. Fshati shikonte, duke dëshmuar një ribashkim të shkaktuar nga fati dhe nga veprimi I thjeshtë I një fëmie. Letra që nuk u dërguar kurrë kishte gjetur rrugën për në shtëpi. Ajo e ka përceu distancën, jo vetëm në milje, por edhe në zemra. I kujtoi një biri dashurinë që e priste. Pritja e zonës Mimoza mbaroi. Letra e padërguar, një simbol I vuajtjes së saj të heshtur, u bë katalizator gëzimi. Ajo vërtetoi se ndonjëherë, fjalët më të fuqishme janë ato që pothuajse I mbajmë për vete.